Kjo javë ka nisur me temperatura të larta, termometri do të shënojë 38 gradë Celsius dhe në zona si Kuçova apo Gjirokastra mund t'i kalojë këto vlera. Nga Instituti Gjeoshkencave meteorologu Metodi Marku thotë se rënje të temperaturave me 2 deri në 3 gradë Celsius do të ketë nga e mërkura deri në fundjavë. Dita e mërkurë dhe e njëjtë pritet që të shënojë rënjet e para, por rënje këto të lehta, ndërkohë që dita e premte do shënojë rënje më theksuar për rreth 4 gradësh. Madje në zonat veriore të territorit, kryesisht zona Alpeve, priten dhe rreshje, por këto rreshje të izoluara shiu. Rreziku nga zjarret vijon të jetë i lartë. Situata e rënduar tashmë e zjarreve do të rëndohet akoma më shumë në ditët e ardhshme. Dita e njëjtë pritet që të shtojnë edhe shpejtësinë e erës, e cila do të një faktor plus i cili do të ndikojë negativisht në përkeqësimin e situatës së zjarreve. Gushti do të jetë edhe më problematik për sa i takon situatës hidrike. Vendi do të vuajë mungesën e ujit për shkak të tharjes së burimeve. Do vazhdojmë me problemin e thatësirës dhe nuk mund pritet asgjë për sa i përket atmosferës që të përmirësojë situatën aktuale. Ndërsa Ministria e Shëndetësisë ka publikuar një sër rekomandime se si duhet të mbrohemi nga xheti afrikan që ka përfshirë vendin. Sipas autoriteteve shëndetësore, ekspozimi në diell duhet evitohet për gjatë orarëve 11 deri në 17 të pasdites. Ambienti në cilën jetohet duhet të jetë i freskët dhe i ajrosur mirë. Të vendosen perde të errta në dritare që janë të ekspozuara ndaj rrezatimit diellor. Mos harroni të masni temperaturën në vendin ku kaloni më shumë kohë. Të pini sa më shumë lëngje, kryesisht ujë. Evitoni pijet shumë të ftohta dhe ato me gaz. Të konsumohen vakte ushqimore të shpeshta, me sasi të vogla, të ftohta dhe përbërës ushqimor lehtësisht të tretshëm. Të vishe rroba të lehta me ngjyra të hapura prej pambuku me qëllim thyrjen e rrezatimit ultraviolet. Për personat që përdorin terapi mbajtëse, të mos i ndërpresin apo ndryshojnë atë pa u konsultuar më parë me mjekun përkatës. Inxheti manifestohet me dhimbje koke, të vjella, dobësim imuniteti, rritje të temperaturës trupore, gjendje të fikti, si dhe shpërgjegjës për përkeqësimin e parametrave jetësor për të smurët kronik, fëmijët, gratë shtatzëna dhe të moshuarit.